Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një organ të vogël në trup që ndikon pothuajse në çdo qelizë, gjendrën tiroide. Edhe pse është shumë e vogël, ajo kontrollon procese tepër të rëndësishme: energjinë, metabolizmin, temperaturën e trupit, rrahjet e zemrës dhe mënyrën si funksionon organizmi çdo ditë. Kur tiroidja nuk funksionon si duhet, i gjithë trupi mund të fillojë të jap sinjale. Disa njerëz ndihen vazhdimisht të lodhur, të tjerë humbasen ose shtojnë peshë pa arsye të qartë, ndërsa shumë simptoma ngatrohen me stresin ose lodhjen e zakonshme. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbesni asnjë video që ju ndihmojnë të kuptoni më mirë shëndetin tuaj. Në këtë video do të shohim çfarë është gjendra tiroide, pse ka kaq shumë rëndësi dhe si ndikon ajo në energji dhe metabolizëm. Çfarë është gjendra tiroide? Gjendra tiroide është një gjendër e vogël në formë fluture që ndodhet në pjesën e përparme të qafës. Ajo prodhon hormone që kontrollojnë shpejtësinë me të cilën funksionon trupi. Këto hormone ndikojnë në zemër, tru, muskuj, temperaturë dhe mënyrën si trupi përdor energjinë. Në një farë mënyre tiroidja funksionon si termostat i organizmit. Si ndikon në metabolizëm? Metabolizmi është procesi me të cilën trupi e kthen ushqimin në energji. Hormonet e tiroides kontrollojnë sa shpejt ose ngadalë ndodh ky proces. Kur tiroidja prodhon shumë pak hormone, metabolizmi ngadalësohet. Kjo mund të çojë në lodhje, shtim në peshë, ngjesi ftohti dhe lëvizje më të ngadalta të trupit. Ndërsa kur prodhon shumë hormone, metabolizmi përshpejtohet. Në atë rast mund të shfaqen rrahje të shpejta zemre, djersitje, humbje peshe dhe nervozizëm. Lidhja me energjinë. Një nga efektet më të dukshme të tiroides është energjia. Kur hormonet tiroide janë të ulta, shumë njerëz ndihen të raskapitur, pa motivim, me përqendrim të dobët, ose sikur trupi funksionon më ngadalë. Edhe pas gjumit, lodhja mund të vazhdojë, sepse organizmi prodhon energji më ngadalë se normalisht. Si ndikon tiroidja në peshë? Tiroidja ka ndikim të drejtpërdrejtë në mënyrën si trupi djeg kalori. Kur funksioni i saj ngadalësohet, trupi harxhon më pak energji gjatë ditës. Kjo mund ta bëjë më të lehtë shtimin në peshë. Ndërsa kur funksioni është i përshpejtuar, trupi djeg më shumë kalori se zakonisht dhe pesha mund të bjerë edhe pa ndryshime në ushqim. Por është e rëndësishme të kuptohet se jo çdo problem me peshën lidhet me tiroiden. Shpesh ndikojnë edhe shumë faktorë të tjerë. Simptoma që nuk duhen injoruar. Problemet me tiroiden mund të japin simptoma shumë të ndryshme. Disa nga më të zakonshmet janë lodhja vazhdueshme, ndryshimet në peshë, rrahjet e çrregullta të zemrës, rënja e flokëve, thatësia e lëkurës, problemet me gjumin dhe ndryshime në humor. Për shkak se këto simptoma janë të përgjithshme, shumë njerëz nuk e kuptojnë menjëherë që problemi mund të vijë nga tiroidja. Pse problemet me tiroiden janë kaq të zakonshme? Çrregullimet e tiroides janë shumë të përhapura, sidomos te gratë. Shkaqet mund të lidhen me faktorë autoimun, mungesa ose teprit jodi, gjenetik apo ndryshime hormonale. Në shumë raste problemi zhvillohet gradualisht dhe simptomat shfaqen ngadalë me kalimin e kohës. Diagnostikimi dhe kontrolli. Funksioni i tiroides kontrollohet zakonisht me analiza gjaku si TSH, T3 dhe T4. Kur simptomat zgjasin për një kohë të gjatë, kontrolli mjekësor është mënyra më e mirë për të kuptuar nëse tiroidja po funksionon normalisht apo jo. Trajtimi varet nga lloji i problemit dhe mund të përfshijë medikamente ose ndjekje të rregullt. Gjendra tiroide është e vogël, por ndikimi i saj në trup është shumë i madh. Ajo ndikon në energji, metabolizëm, peshë dhe mënyrën si funksionon organizmi çdo ditë. Kur tiroidja humbet balancën, trupi shpesh fillon të jap sinjale gradualisht. Dhe sa më herët të kuptohen këto sinjale, aq më e lehtë bëhet trajtimi dhe kontrolli i problemit. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla, bëni subscribe, like dhe comment.